طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri baza dispozitave Umdatul Ahkam të Maktesiut. Kemi arritur tek kapitulli dhikri pas namazit. E dini që pas namazit fars ka dhikrat të posaçme që bëhen, apo? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma anta salam wa minka salam, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gjitha këto bëhen pas namazit fars. Nuk bëhen këto pas namazit sunet, çish bën tek ne. Pejgamberi alayhis salatu wassalam sunetit ku I ka fal? Ka fal në shtëpi, nuk I ka fal në xhami. Dhe xhamia e zbashku me shtëpinë kanë qenë të ngjitura. Ka fal sunetin, pas sunetit, kur ka hyrë në xhami, o thiri ikametin dhe ka nis namazit. Ç'kjo është? Mas farzit, veç u kthy Muhamedi alayhis salatu wassalam, edhe çfarë? I ka kthyer sahabët, ka filluar me dhikr. Dhe jo me urdhëres apo me një lloj urdhri prej muezinit me thonë thuj subhanallah, thuj alhamdulillah, sikur tani që bën. Secili kur u kthy ose në djath ose në majt u kthy para sahabeve mas farzit. I ka kthyer sahabët dhe ka fillu subhanallah, 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 edhe ka ngrit zonin. E ka ngrit, tash do t'i transmetojmë hadithet që e ka ngrit zonin. Mirë, po jo bashkërisht me bo. Edhe e ka bo me çka? Me gishta e ka bo. Se gishtat kanë me dëshmu ditën e gjykimit, kanë me fol këto gishta. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an çka thot? Allahu subhanahu wa taala ja u mbyll gojat njerëzve ditën e gjykimit. Kush kanë me fol? Gjymtyrët kanë me fol. Trupi ka me fol. Edhe kundër teje ka me fol gjymtyrët. Po çysh? Çysh e ka po Allahu subhanahu wa taala gojen këtu ta bën me një gjymtyrë dhe flet gjymtyra. Për Allahun, a është e rënda, a është e vështira, a është e lehtë për Allahun. Toka ka me dëshmu nëse bën gjuna. Koma jote ka me dëshmu nëse bën gjuna. Dora jote nëse bën gjuna ka me dëshmu. Syni yt, bile, ditën e gjykimit ka më çudit njeriu ka me kqyr vetveten çysh po dëshmon ti kundër vetvetes, domethënë, apo se ka me pas një lloj, nëse nuk janë në bashkërënditje shpirti me trupin. Atër shpirti ka më nervozu prej trupit që po dëshmon kundër shpirtit. Pa e hek përgjësin, thot, tim ke urdhnu mu. Po du me thonë që ditën e gjykimit gishtat flasin dhe nuk flet të spihi. Mos I merrni të spit. Ma e pakta, thot Shekh Albani, rahimullahu ta'ala, ma e pakta, thot. Ma e pakta. Është thot që ka vdik, ka o hek një synet, mos them ka vdik, sepse ka vëllezër të cilët e bëjnë dhikrin me gishta, është hek një synet dhe është pru një bidat që me bë dhikrin me të spiq. Kjo ma e pakta është. Andaj në gjallë në këtë synet pejgamberit alayhis salam dhe bëni dhikr me gishta, sepse kish problem o vëlla. Të spiq nuk vjen bashkë me ty në ditën e gjykimit. Ka marrë dora jote. Dora dhe që kjo dorë, qëto gishta, qëto mollzat gishtave kanë me fol. Ja rap të përmendi ty. Andaj bëni dhikr me gishta. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, realisht para hadithit, lutja dhe kërkimi I faljes pas namazit ka urtësi dhe dobi të mëdha. Thot ato shprehin pamundësinë e robit për dhënien e hakut namazit. Sheikh Abdurrazak I thot subhanallah për punën e dhikrit mas namazit. Thot është një lloj që kushdo që e fal namazën dhe nuk e bën dhikrin, ka një lloj dobësie në namazin e tij. Nëse vazhdimsi është fjala. Najherë që e lëm dhikrin nuk ka problem. Mirë po vazhdimsi nëse linjet edhe bëhet rutinë, ka problem thot te namazi. Andaj mundohemi që t'i bëjmë dhikret, edhe nëse s'kemi kohë, nëse dalim prej xhamis, s'paku gjatë rrugës me bë dhikrin. Hiç mas pakti ka 10 herë për bëni vllaje? 10 herë. Që 33 s'pe bën, atër bëni 10. Bëni ka 11, që shkon në hadith pejgamberit alayhis salam. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, apo ka 11 subhanallah, 11 alhamdulillah, 11 Allahu akbar.
ose nëse dan, ki ko bën edhe ka 33 që shkon hadithet pejgamberit alayhi salam. Me lutje shtohen shpërblimet, fshihen gjunahet dhe të ngriten gradat në xhennet. Hadithi 124. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton se ngritja e zërit në të përmendurit e Allahut në kohën e largimit të njerëzve pas faljes së namazeve të detyrueshme, farzeve, do thot, ndodhte që në kohën e pejgamberit alayhi salam. Ibn Abbas thot, kur dëgjoja atë dhikrin, e kuptoja se namazlinjët ishin larguar. Në transmetim tjetër thuhet, nuk e kuptonin mbarimin e namazit përveç se pas tekbireve. Domethënë, mas namazit, kur e njinin dikush prej jashtit tekbirat Allahu Ekber, apo domethënë selamu alejkum wa rahmatullah, assalamu alejkum wa rahmatullah, thoshte Muhamedi alayhi salam, pas selamit Allahu Ekber, atëher Allahumma anta salam, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, deri në fund. Pastaj fillon me subhanallah, dhe subhanallah janë heshtje kret me vos. Dikush as nuk e thekson as subhan, veç ja bën sub. Ku ta shohësh eci. Keni vret? Ham. Hat. Në më thonë, s'kode, dhe më thonë, du të me thonë, qysh duhet, tamam dhikrën, subhanallah, mase me ngritë zërë, vete ku më bashkë Salim e Tawilin, kërë konë Shqipni, kërë falem bashkë, aty në hotel, ku ka pas atë seminarën që ka pas, edhe shisha që subhanallah, theke, subhanallah, 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 ngritë ke zonën, në dhikrë, se cili. Thonë se cili, që kjo është për sunetit pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Kuptimi i përgjithshëm, thot Abdullah ibn Abbasi, kujton se pejgamberi alayhi salam me shokët e tij ngritnin zërin pas faljes së 5 namazeve të detyrueshme. E kështu ngritja e zërit shërbente si shej dalluese e përfundimit namazit. Do thonë, e dinin që ka përfundu namazin mbas të dhikrit, përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Kur të përmendim Allahun, duhet ta ngrejmë zërin, pasi kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salam dhe shokët e tij. Ndoshta Ibn Abbasi ka qenë i vogël, përderisa nuk ka prezantuar me xhamat, më thonë edhe ka dëgjuar prej jashtit. Mirë po, thot por veç ka dëgjuar nga jashtë xhamis zërin në namazlinjeve, duke përmendur Allahun, por ka të ngjarë dhe ka qenë prezant vetë në xhami dhe e ka dëgju, do thot, këtë dhikr, apo dhikrin pas namazit, e rëndësishme e ka dëgju, ose jashtë, ose brenda e ka dëgju dhikrin. Hadithi tjetër është hadithi 125. Waradi, shërptor i Ibn Shu'bes, thot Mughira ibn Shu'be radiallahu anhu, në një letër që ja dërgoi Muawijes, më diktoj, letër i ka thënë subhanallah për dhikr. Thot, pejgamberi më diktoj, pejgamberi alayhi salam thoshte pas selamit të çdo farzi, s'ka të adhuruar me të drejtë, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, apo këto që e themi ne. Dëgjova te kur më pas shkova tek Muawije dhe dëgjova te kur dhronte njerëzit që ta thonin këtë lutje. Kështu ishin halifet e muslimane, kështu ishin udhëhecat e muslimanëve. Për një lutje i dërgonin, sikur be thon, telegrama, apo i dërgonin letra dhe ja u mësonin, i thonin qëto me bo me gjematin atje ku jeni. Në transmetim tjetër thot, pejgamberi alayhi salam i ndalon të thot thashethemet, shpërdorimin e pasurisë, të lypurit e shumt, mosbindjen ndaj prindërve, varrosjen e vajzave të gjalla, të qenet koprac për shpenzimin e legve në formën që kërkon Islami, jo me tepru, duke lakmuar veç grumbullimin e pasurisë, apo kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Muawije ibn Ebi Sufjan i dërgoi Mughira ibn Shu'bes, prisit Kufës, një letër, në të cilën thoshte, më shkruaj një hadith që ta kesh dëgjuar për pejgamberit alayhi salam. Mughira i dërgoi këtë hadith i cili përfshin llojet e tauhidit. Lëvdimet e Allahut në dorë qofshin, domethënë në dorën e të cilët është forca dhe pushteti. Gjithashtu ky hadith përfshin urtësi profetike mjaft madhështore. Domethënë i shkruante hadithin që i kishte dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, vazhdon hadithin në transmetimin tjetër sa atributet e shumtuara janë të ndaluara. Më thonë që i transmetum ato pjesë që
mos do të thotë mos më ndalu thashë thëmeve, shpërdorimi i pasurisë e kështu me radhë. Thotë ishin të ndaluara fjalët e kota, shpërdorimi i pasurisë që sjell dobi në dynjë as fetare, lypja e shumt, pa karar nga të tjerët, duke pasur para të mjaftueshme, polemizimin në çështjet e dijes e kështu me radhë, mos bindja e nënave, domethënë gjitha këto mos me i bë. Në kohën e ignorancës vajzat i kanë varros të gjalla vllazni, çush e shpjeguam domethënë në dersën në Ratkovc, ka qenë traditë e arabëve, traditë në atë kontekstin që kur i ka dhënë Allahu çika dikujt, i kanë varros për zgjallë, Allah i na rujt. Moshën 7 vjeçare ka pas raste, ja kanë qelë varrin, dheun e kanë qelë, e kanë shtinj aty çikën e vet edhe e kanë mlu me dhe. Çfarë të merrit subhanallah. Pse vetin e kanë nit në nçmum. Mu po më jep çika Allah, unë jam i nënçmum, kjo ka më ndjell varfni, edhe kështu që duhet mi mbyt vajzat çikat. E dini që tefsirin jemi të shpjeguar në Ratkoc, fshatin Ratkoc, aty dhe kur thot Allahu se gjë dhe kur do të pyeten ato vajza, për çfarë faje mbytur? 3-4 vjeç, 5 vjeç, 7 vjeç, çfarë faje ka ajo ti me me myt çikën tonde? A pejgamberi sa ka thonë që kushdo që 3 çika i kqyr, i ushqen, i edukon, thot e fiton xhenetin. Edhe 2, po edhe 2, po edhe 1, edhe 1. Mon çikat janë për prindër. Çikat janë për prindër dhe janë më të afërta për prindërit. Çfarë përfitojmë nga hadithi? Pëlqyeshmëria e thënies kësaj lutjeje pas namazeve farz. Më thonë është e pëlqyeshme, nuk po themi është farz, apo? Po është e pëlqyeshme që mas namazit me bëj dhikrin. Kjo lutje përmban në vetvete njësimin e Allahut, mohimin e shirkut, konfirmimin se Allahu është sunduesi dhe falënderu dhe se falënderimi i plot dhe pushteti është veç për Allahun subhanahu wa taala. Shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam kanë nxituar me pasu sunetin e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Bile janë kënaqur në gëzu kur ka dikush prej larg që e kanë pyet. Ju ka ardhur me pyet, edhe kur ka ardhur dikush prej largit e kanë pyet e këta kanë përfituar. Unë kam përfitu prej dijes që e marrin nga pejgamberi alayhis salam. Pranohet hadithi si dhe lajmet e transmetuara nga një person i vetëm. Pse ka potencu këtu dietari? Pranohet lajmi, po qoftë edhe një transmetues, sepse disa thonë se nuk pranohet hadithi kur vjen prej një transmetuesi. Hadithi ahad, kjo quhet hadith ahad. Hadith ahad është kur e transmeton njëri, thot për shembull Omer radiallahu anhu e ka dëgjuar pejgamberin alayhisalatu wassalam, hadithi thotë kështu dhe kështu. Edhe disa kanë fut dyshime, kanë thonë po ka mundsi ky me gabue sene nëse s'ka transmetues tjerë, kështu që lënë hadithin ahad për çështje takides. Për çështje tjera dispozitave lejohet me marr, po takides nuk lejohet. Kjo është gabim. Nëse një person është i besueshëm, ja besojmë fen, edhe të vjen me një lajm, a do të më thonë ti jetë rrajta? A do të më thonë ti që jo ty s'pranohet hadithi? Po, i themi s'pranohet hadithi nëse e dim që nuk e ka kujtesën e fuqishme, apo nuk është i devotshëm, apo rren, apo ku e diun e po si ja marrim. Kjo hyn në shkencën e hadithit, në usulul hadith. Mirë, po nëse personi është i sakt, e transmeton hadithin shumë sakt, është i besueshëm, nuk rren për fen Allahut azza wa jall, është i devotshëm, pse mos më marr? Pse mos më marr? Omeri po ta transmeton hadithin ti po thuaj jo valla. Pse se ka mundësi më u përzikti? Jo valla. Omeri ka qenë bartës transmetues i haditheve të sakta. Pastaj kemi hadithin 126, hadithi fundit. Sumej shëptori i Ebu Bekr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham transmeton nga Ebu Salih Es-Saman dhe ky i fundit nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se fukarenjet muhajir erdhen tek i dërguar e Allahut dhe i than. Fukara ka pas. Edhe erdhen çka tek pejgamberi alayhisalatu wassalam, muhajir. O i dërguar i Zotit, na fituan thot pasanikët gradat e larta dhe lumturinë e përjetshme. Pse na fituan? Sepse ta po japin. Unë i varfër, na të varfër s'po japim. Qysh kemi janë bo kësaj pune? Na po dojmë mi te i kalu ata. Në gjdo gjë është e ndaluar inati, haseti. Në atë kontekstin
Haseti, po, do më thonë në atë kontekstin që me të ardhë i noti pse filoni po jep ma shumë se une, e unë po du me te i kalu ato. Jo, mi amarë Allah ozë vëgjel ati. Përse mu bu ma mirë se aj me dhonë. Në kësi rast e lejohet. Haseti për të mirë është fjala. Po shejtani nuk qëtë haset për të mirë. Shejtani qëtë haset mi amarë Allah ozë vëgjel ato. E jo, pse nuk vjen shejtani dhe me thonë, kur ta shef filonin i ka dhonë 5.000 10.000 euro, me thonë, tipi ja bëjt dhejta, 15.000 unë e kom i dhonë. Së të vjen shejtani, ati. Se e di që kishë problem ati. Me po të vjen shejtani, aset mi qu, që ato që i ka dhonë, mi amarë Allah, ozë vëgjel. Më thonë, në këto raste lejohet me qu, haset, po themi në kushtimisht, që ti halo ma shumë me dhonë. Ndësa raste tjera, jo. Edhe për dije, po dhe për dije dhe për asi është. Po, hadithi është ashtu, edhe për dije është. Më thonë, qka muhajgjerët të varfër, fukarenje, kanë shku të pejgamberi a.s. Edhe i ka thonë, ja Resulallah, në kalun, të posunit. Qka thot, oj dërgumi i Zotit, na fituan pasanikët. Tha profeti a.s. E si, thanë, ata falin si që falimi ne, bashkëpëshem gjami. Tha, agjërojmë si që agjërojmë ne. Thot, jopim lëmosh, ndërsa ne nuk jopim. Që du është tash? Na jopim. Ata jopim, po na nuk jopim. Na po falim, po agjërojmë. Këtë këto ibadetet përbëjmë. Mirë po, ku po vjen të lëmosha, ata po na kalajnë. Që shmi abo tash saj puna? Atër thot, lirojnë robër, e ne s'kemi mundësi të lirojmë. Tha pejgamberi sasam, atë ju mësoj një gjë që të arrini ata që ju kanë parakaluar. Apo tani më mësu një sen që ata që ju kanë parakaluar më shumë, që po japin, edhe ju mu posi ata, dhe t'ja kaloni atyre, thot. Atyre që vinë pas jush, dhe askush nuk do t'jetë më i mirë se ju, vetë sa ata që do të febrojnë si puna juaj. O dhe në mi mësu diqka, që nëse e thoni, ju kini mi kalu ata të pasunit. Po, ju kalojnë për vetë se nëse bëjnë edhe ata si ju, apo ma shumë se ju. Thonë, po si jo i dërgumi Allah, në kalzone që to kemi ardhë. Atër tha pejgamberi sasam, ta lavdroni Allahun, ta madhroni atë, ta falenderoni atë 33 herë pas çdo namazi, qëre subhanallah. 33 herë që pe konsideron Muhamedi alayhi salam si kur ai personi që jep para, lëmosh, sadaka. Pe konsideron dhikrin, subhanallah. Për mu arrit në gradën e tynve që japin sadaka. Thot Ebu Salihu, u kthyen fukarenjet, muhaxhir, te pejgamberi alayhi salam dhe i than, hoj dërgumi i Allahut, na dëgjuan vëllezërit tan pasanika, vepruan siç vepruam ne tash. Sa më bomë. Ti na kallzove. Po dha ata e morën këtë lajm. Edhe ata ju ndoj botash këtë sene. Tash prap ata na kalun. Prap ata po japin lëmosh. Edhe pi bëjnë 43 herë. Ç'a më bë? Tha i dërguari i Allahut, ajo është merita e Allahut. Ja dhuron atij që do. Tha Sumej, këtë hadith ja tregova disa të afërmëve, më than iluzion sepse pejgamberi sa ka thënë, ta lavdrosh Allahun 33 herë, ta madhërosh 33 herë dhe të falenderosh 33 herë. U ktheva tek Abu Salih dhe ja përmende atij kët, e më tha Allahu Akbar, subhanallah dhe alhamdulillah, aq sa me të gjitha të mbushësh 33 herë. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit është, ky hadith sa i lartë dhe aq madhështor na tregon se sahabët fukarenje po ndjenin se vëllezërit e tyre pasanik si shtam i kishin parakaluar me punët e mira dhe me anë të shpenzimit të pasurisë. Apo, po secili do të shpërblet mbas një jetë vëllëzni. A e din që dikush i varfër ndoshta e ka një 50 euro anash apo 100 euro edhe i jep 10-20 euro, tek Allah subhanahu wa taala ndoshta mund të jetë më mirë se një pasër i cili jep 5.000 euro. Sa ai që jep 5.000 euro i ka 100.000 euro ndoshta. Apo 1 milion euro. Ndërsa ky i ka mas shpinës veç 100 euro. Edhe çato i jep 20-30 euro. I ky te Allah shumë më i madh se zaj. Se s'ka tjetër i shkreti. Po nëse hiç s'ka, veç pak, atëre me dhikr Allah subhanahu wa taala e ngrit ngrada të larta. Për këtë arsye ata aspironin dhe dëshironin me shpirt që të kishin dhe ata pasuri për të arritur të njëjtin shpërblim. Për këtë erdhën të ankoshin te pejgamberi sa për sprovën e tyre. Sprovë e kishin marrë këto subhanallahu prej Allahut. Si sprovë
Demek që masi s'kemi na, s'po kemi mundësi me dhonë, qysh do t'ja bëjmë na, qysh do t'fitojmë shpërblime na, ata na kalun, po japin pare, po ndihmojnë, po bëjnë shtëpia, xhamia, dvarfër po ndihmojnë, libra po shpërndajnë, botimin, fletushkave, ku e diuri, çdo sen po ndihmojnë, na s'po mujmë me bo, çka me bo tash? Muhamedi s.a.s. i mësoi se çka me bo. Dhe thot, dhe ai s.a.s. ju dhëzoj të ky dhikr me të cilën fitojnë më shumë se që ka ikur apo shpëtuar nga adhurimet që lidhen me çështjet financiare, kur e vepruan këtë porositë profetit, pastaj të pasurit filluan të vepronin sikur ata. Dhe thot, kështu fukareni ju të kthye sërish dhe duke ju ankuar pejgamberit a.s. dhe vepra që deshen të shlyenin pa mundësinë e tyre për adhurimet e lidhura me para u bë e përbashkët njësoj, si ata si këta u bonën. Tash çka me bo? Atër tha, realisht i kalun ata të pasurit me lëmosh. Pra adhurimet e zemrës dhe adhurimet fizike do të ishin të përbashkëta si për pasanikut, ashtu dhe fukarenjit dhe flamurtarët e adhurimeve monetare do të ishin të pasurit. Profeti s.a.s. mi tha, kjo është merita Allah që ja jep kujt të doj, ai është që i ndon rrisqet dhe udhëzimin sipas urtësisë së tij, ai është i gjithë urti dhe i gjithë dituri. E rëndësishme ti bëne çto, edhe mosu gajlës, që thënë tek ne për çështjen e shpërblimit. Çka përfitojmë nga hadithi? Dëshira zjarrt e shokëve të pejgamberit a.s. për me gjetë hajrin, për me bo hajrin, që me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, për me garu në punë të mira, apo me garu. Edhe thot fukarenjit ndiheshin të privuar nga shpërblimi i adhurimeve, ndoshta Allah subhanahu wa taala me bujarinë e tij do t'i dhoj fukarenjeve shpërblim të madh për shkak të niyetit sinqert. Ndoshta ti nuk ki, mirë po a që ki niyetin e sinqert, që Allah ta di niyetin, me bu me pas shto pare vëllahi une, e kisha dhonë për këta. Ndoshta Allah subhanahu wa taala të shpërblen për këtë nijet që e ki, dhe më thonë të sinqert. Dhe nijetit dhe në Allah subhanahu wa taala, na nuk i di. I pasur i falenderues ka merit më të madhe se fukaraj durimtar. Për këtë çështje dietarët kanë mendime të ndryshme. A din që dietarët kanë pas mendime ndryshme, që na është sprova më shumë te pasaniki, se sa te i varfëri. Se i varfëri veç ka mo, çka? Veç ka me duru. Dhe s'ka çore pa duru, apo me një aspekt. Po i pasuri nuk i bjen mendja te falëndërimi. Kur ka parë shumë, si bjen mendja me falëndëru Allahun azza wa jalla, se çdo sen ka. E i varfëri çdo herë falënderon. Në sen me pas e falënderon, se s'ka shumë. E ka disa kanë thonë që sprova më e madhe është e pasaniki, se sa te i varfëri. Para të arsye pejgamberi sa më ka thonë 500 vjet i varfëri hin në xhennet para të pasurve. 500 vjet para të pasurve. Sepse është sprov. Njëherë për shembull çon menja shejtani, ja be Allah më thon, ke bë kufër. Nuk e kënaq me caktimin e Allahut. Andaj çështja është e rrezikshme. Shpenzimi në rrugën e hajrit është sebeb për ngritje gradash në xhennet. Thot Ibn Qayyimi, i pasuri nëse i friksohet Allahut në pasurinë e tij dhe shpenzon ato në rrugën e dur, nuk i bën bisht zekatet, e jep zekatin, e ngop të urriturin, e vesh të leckosur, e ndihmon të varfërin, të brengosurin dhe nevojtarin. Me të vërtetë ai është fitimtar, e ky prestiç rrjedh nga shpenzimi që bëjnë të pasurit në rrugën e Allahut, gjë të cilën e tregon hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe një çështje për fund, le të parashtrojmë disa paragraf nga fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes në një nga librat e sakt, ku thuhet se pejgamberi sa para se të largohej nga vendi i faljes i kërkonte mbrojtje Allahut nga shejtani i mallkuar, e më pas thoshte Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dhal jalali wal ikram. Pastaj mësonte shokët të falenderojnë Allahun 33 herë, që shtam lutjet, këto dhikret, ndërsa fjala e Aishës përmendja Allahut pas mbarimit të namazit është si fshirja e pasqyrës pasi kemi dhënë shkëlqim. Më thonë dhikri e fshin. Apo e fshin, me të vërtet dhikri e shkëlqen zemrën, dhikri pas namazit nuk është wajib. Kushdo që e bën dhe kushdo që e le, apo nuk çortohet. Por njerëzit që janë pas imamit nuk duhet të largohen para se të lërë imami kiblen. Është prej sunetit që para se imami ta le kiblen, del
xhamati nuk bën muçu. Apo nuk bën muçu, tash nuk bën muçu nëse është sipas sunetit, se ky tash imami mas farzit për një drejtën sunet kënaj. Realisht kjo në kundërshtim me sunetin, se pejgamberi sa ka thënë dallojeni apo sunetet, mos i përzini sunetet farzat me sunete. Mos mi përzi. Qoftë në të folur apo qoftë me ndrim vendi. Dhe jo për ne çu sheti farzin të e fal, selam aleikum wa rahmetullah, selam aleikum wa rahmetullah, për njerë Allahu ekber. Ka dal vëlla, bëni dhikr. Apo ndroje pak vendin. Edhe pasoj sunetin. Nëse nuk do me falë në shtëpi, ki punë apo nuk ki me shku, falë në xhami. Po leni hapësirë mes farzit edhe sunetit. Leni hapësirë pak, ndroj vendin apo falë apo bën një dhikr, e pastaj fale sunetin që me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Numrimi të tesbihve bëhet me gishta si shtam apo dhe pasi ky është suneti i pejgamberit alayhis salam, se thot Muhamedi alayhis salam, bëni tesbih duke i mbledhur gishtat afër shputës së dorës, dhe çështja e bërjes së dhikrit ka pas mendimet ndryshme të ulemave. A bëhet kështu, çështo, më thonë çështo, ç'e bëjmë, a bëhet vetëm në pjesën e naltme, kështu, apo a bëhet kështu. Më thonë, nuk ka mënyrë specifike që më thonë bëhet çështu apo ashtu. E rëndësishme është me gishta, me shputat e gishtat që to janë, me çto do më thonë, me i bo. Me çto me i bo, dhe shpresojmë në Allah subhanahu wa taala që ja kemi arrit sunetit dhe në takimin e radhës me përqendrimin në namaz, pastaj bashkimi namazeve në udhtim e kështu me radhë. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.